E qarë kemi berë asgje, shikoj. Qarë ka berë. Këto të vite shkoj Edi Rama, kur të ardhë Edi Rama në Selanik, e kemi mbështetur. Shko qarë, vin për pashkët e nxjerrin për undë. Këto të vite shkoj Edi Rama. Qarë, të tërë. Nga vini? Unë nga Korça. Nga Korça? Po. E sa orë duan të kaloj tash do vend, duhet 3 orë, nuk punojnë në farë. Gjysmore lëvizin nga një makinë. Nuk e di çfarë bëhet. Shteti duhet na ndihmojë. Nuk po i kërkojmë ndonjë gjë tjetër. Thuhet që pala greke është ajo që ka kufizuar sportelet. A mendon se duhet të ketë një koordinim më të mirë mes palës shqiptare dhe asaj greke? Po. Po, duhet. Nuk e di tash çfarë bëhet, se nuk kam kaluar ndër. Sa e vështirë është për ju kjo situatë? Është shumë, sa herë që vin për festat shumë. Në përundër na vetë, është shumë, jashtë masë. Nuk kam çfarë të them. Këto do të vitë shkojë shteti, nuk e. Vetëm këtu në neve bëhet, vetëm Shqipëria i ka. Përballeni gjithmonë me të njëjtën situatë? Me të njëjtën situatë. Edhe për vit, edhe në vjetor që isha për vitin e ri, të njëjtën gjë. Të njëjtën gjë. Nuk e di çfarë. Kam 4 orë këtu, nuk e di çfarë do bëj. Dua edhe 3 orë të kaloj doganën greke. Edhe 2 orë të arrim në Selanik, 5 orë. Tash i të rish, se ja ku është Selaniku, 2 orë është. Ja 2 orë e gjysmë. Tash i të rish 10 orë, e shumë gjuna. Kurtorojmë. Hajde unë jam vetë, po njerëz janë me fëmijë të vegjël. Çfarë bëj? Vini shpesh në Shqipëri? Po, vi. Sa herë në vit? Unë vi çdo 2 muaj, çdo 3 muaj. Vi. Po më shumë keq është, e thua. E shikoni vetë çfarë bëj. Shikoni vetë çfarë bëj. S'kam çfarë të them. Na nxori qumshin e nëmës na kanë gjë, sa që vin për festat, të njëjtën avas.